إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, ajo që duhet ditur se nga gjërat më të mëdha që shpëton robin në ditën e gjykimit është dëlirësia, është ndershmëria dhe friga e tij që e ka ndaj Allahut xhelle xhelaluhu në fshehtësi dhe në publik. Ashtu sikur që na rrëfej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu I cili tha se I pesti nga ato 7 persona të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhelle xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së tij është ai njeri I cili e fton një grua e bukur dhe me pozitë të lartë e të mirë dhe ai pengohet nga ajo duke I thonë inni akhafullah, un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe se padyshim se o vëllezër na treguam në hutbet e kaluara dhe folëm për ndershmërinë edhe për dëlirësinë atyre burrave të cilët patën frikë Allahun xhelle xhelaluhu, ashtu sikur që e patën në hapësirë në publik, e patën dhe në fshehtësi. Por një ngjarje të cilën do të ndalemi sot, e cila është edhe shumë e madhe dhe e çuditshme edhe e fortë për në mësim, jo vetëm burrat kanë dëlirësi, edhe ato kanë frikë Allahun xhelle xhelaluhu, por janë dhe gratë ata të cilët kanë frikë Allahun xhelle xhelaluhu në fshehtësi edhe në publik, edhe janë nga ata të cilët kanë dëlirësi dhe ndershmëri. E padyshim se është një ngjarje o vëllezër me të cilën folëm ata të cilët I shëmbëlleshin Jusufit alayhis salam në dëlirësi, por është një ngjarje shumë e çuditshme dhe e fortë të cilën na lën neve mësim, por çdo grua e cila do të joshet edhe do të tundiset në raste të vështira me të cilën e ka pas shansën për të përgjigjur dhe ka qenë sprovuar, por ka qëndruar besnike dhe ka qëndruar e ndershme duke vetë mbrojtur vetveten e saj nga epshi edhe nga dëshirat dhe egoja e pasion. Ndodh një ngjarje me të cilën o vëllezër dietarët treguan se thanë se ka ndodhur në Irak, por një njeri I cili ai punonte me një anije të vogël në lumin e Ofrat, I cili I barte dhe I transferonte njerëzit nga kjo anë në anën tjetër, nga ky breg në bregun tjetër. Tha dhe pastaj ndodh një ditë që të vjen një grua me vajzën e saj, e cila ishte aq shumë e bukur, tha që kur e shikova me të vërtet kishte një bukuri shumë të mahnitshme. Dhe pastaj aq shumë u pasionova mbas vajzës së saj, sa që bëje dua që të më mundsohet edhe një herë të futet kjo non me këtë vajzë, e të futet dyqysh në lidhje, e pastaj ta njofton këtë vajzë
e pa tha donë Allahu xhelalu përsëri dhe disa herë futet që ky ja fal udhtimin e kësaj none me atë vajzë, derisa futet në njohuri dhe në lidhje me të, edhe shkon ta kërkon dorën e kësaj vajze te prindi i saj. Mirë po tha, për shkak punës të cilën e kisha o vëllezër, ky njeri e kishte një punë shumë të vështirë. Edhe pastaj ky nuk pranoi baba i kësaj vajze që ta marton me këtë djalë. E mu për atë vëllezër, kjo ndodhi ishte aq shumë e vështirë, sa që pasi që tha nuk ma dha këtë vajzë, tha të herë muftof jeta, aq shumë pikëllimi, tha më bëni dhimbje, tha dhe më nuk disha dhe se si të veproj dhe se si të harroj. U dashurua aq shumë në këtë vajzë vëllezër, e pastaj ndodh ngjarja e cila pa të ndodhur që ky ta bën një sprovë dhe ta bën një vepër e cila ishte e papritur, që të ndodh me këtë ndodhi. Ky e tregon këtë ngjarje o vëllezër kur ndodhi një sprovë e tij pas 20 viteve. Çka ndodhi? Pas 20 viteve ky e la këtë punë edhe ky ishte që punonte si kasap, therrës i kafshëve, edhe kishte një dyqan të tij në të cilën shitte mish. Edhe ky para namazit të sabaut shkonte i therrte kafshët e tij, e që gjatë ditës pastaj pas lindjes së diellit të shet, që të i shet mishin të cilin e ka përgatitur, por ndodh një herë ata shumë vonohet, edhe ky me therrjet e tij dhe me kafshët me mishin që merrej, rrobat e tij i kishte të gjakosura shumë. Tha dhe papritur unë duke kthyer natën e ka persira për në shtëpi, tha mirë po një errësirë aq shumë e madhe që më kapi, tha ndëgjoj një zot duke thirrur shpëtim e duke thirrur me shpëtuar. Tha ndëgjoja zërin po nuk e disha se nga vjen ky zot. E pastaj tha shkoj që të ndihmoj kur hasa me një trup i mbuluar me gjak edhe një thikë të madhe të ngulur në trupin e saj. Ishte një grua e cila ishte e shtrirë dhe e gjakosur, ishte mo gati se për të vdekur. Tha dhe ky me rrobat e tij i gjakosur, mirë po ndalet aty që ta ndihmon, tha e kap thikën për t'ja nxjerrë, por gjakderdhja e madhe, tha në atë moment kur e shef që është grua që ta ndihmon, edhe nga zëri u tubuan dhe shumë njerëz tjerë, tha kur e pon këtë njeri kështu në këtë gjendje, edhe ajo nga gjakderdhja ndron jetë, atëherë e akuzuan këtë njeri se ky që e ka mbytësi i kësaj. Dhe afrohen dhe e kapin, ky mundohet t'ja usqaron dhe t'ja shpjegon se si është ngjarja, por kush nuk e merr në llogari, e marrin drejt dhe e dërgojnë atje te gjykatësi edhe te sundimtari që ishte asaj kohe, edhe pse ky arsyetohej e fusin në burg, derisa vjen vendimi i sundimtarit që të gjykohet me vdekje apo me mvarje. Dhe pastaj kur vjen dita e ekzekutimit të vëllezër, ky e tregon këtë ngjarje në këtë moment se çka i ndodhi. Ky gjyqtari i tha: "O ti njeri, ky kasapi që ishte i njohur, tha a ki diçka që të thuash para se të vdesësh ndonjë fjalë?" Tha po kam të them diçka. Tha dua të tregoj se mbytësi i vërtet nuk jam unë këtu te kjo grua e cila është e mbytur. Tha po unë me të vërtet jam se kam bërë një krim shumë të madh mbytjeje. Tha para 20 viteve ndodhi kështu dhe kështu, pra një grua sikur që cekëm që kjo sprovua kisha një punë që unë i barçna njerëzit në lumin e Ufrat duke i nxjerrur në anën tjetër, pa i me rrok punonte, por kjo vajza e cila nuk ka pranuar pra prindi i saj, e tregoi dhe tha se pas 3 viteve, kur unë mo fillova ta harroj, po ende nuk e harrojsh në aq shumë, që u pat dashuruar në lidhjen e kësaj vajze, tha baba nuk ma dha për shkak fukarallëkut që ishna dhe punën që e kishna. Por pas 3 viteve e shoh një grua futet me një fëmijë në barkun e tij, në anijen e vogël të tij që i transferonte njerëzit. Tha dhe pastaj kur mrina në gjysën e rrugës, e ndëgjoj zërin që e kam njohur. Edhe shikoj fytyrën e saj kur e shoh, e njohti atë vajzën të cilën ky ishte i dashuruar dhe nuk e harroi. E pastaj ju drejtua asaj duke i thonë se unë jam kështu e ky që baba nuk të ka dhënë, ende vazhdoj që të dëdua, pra shejtani tha më shtyni deri në atë
që të mundoj si ta joshi që ta bindi dyqysh të kthehet me to. Kur i afrohet, tha ajo me zot të but, edhe nga friga Allahut i thot, kujdes se unë mo jam grua e martuar, dhe se ky fëmija është djali im. Dhe në moment më kapi zemrimi aq shumë i thellë se mendonte se paton nuk do të çon një. Dhe derisa bën gjeste shumë të ronda, tha e merr atë fëmijën për ta kërcënuar këto që të vjen dhe t'i përgjigjet dëshirës së tij. E shikoni se deri ku të çon epshi o vëllezër, edhe ku të gjën egoja dhe pasionin, njeriu deri ku e çon. Tha e mora fëmijën për ta kërcënuar, e fush në kokën atij fëmijës në ujë, edhe duke e kërcënuar ato sa do të përgjigjet ajo. Ajo nuk përgjigjet, mundohet ta ndalon derisa duke e kërcënuar, duke e fut kokën në ujë, duke nxjerr, tha mo pa prit mas ndodhi që duke harruar, tha e hupi zërin ai fëmija duke piskitur, edhe vdes e hodha në ujë. E pastaj tha ju vërsula dhe kësaj, kur verbrohet o vëllezër zemra nga epshi, njeriu ta i bën çmos pastaj dhe nuk sheh. Shejtani dëshiron të fut në atë e cila është më e rituar dhe më e liga. Tha i vërsulet sa ju mundua kjo që të reziston, por aq shumë tha i ju dobësua dikur forca, edhe nuk pati mundësi ndryshe, vetëm se pastaj tha ky e merr dhe e mbyt ato e fug në ujë. E tha nuk munda mo që unë të punoj në atë. Kur shkova nesër që të punoj në atë barkën time, tha imagjinata e pamjes së asaj vajzës të cilën e kishte me atë fëmijën, tha nuk më linte të rahat, as të qetë që mund që mund të punoj aty. Tha ndryshova punën time, tha u bën gati 20 vite që punoj si kasap, e të bën dhe me thonë thertoren e ti që kishte të shetmish, tha gati se pa ta harruar këtë ngjarje, por ja erdh koha, edhe ndodhia që ndodhi me atë gruan që ky duke kthyer në shtëpi, edhe ndodhi që unë sot e tha fjalën ky kasap o vëllezër duke thonë, ja unë ku erdha sot që ta laj unë gabimin tim. Pas 20 viteve ndodhi që ky ta kryen atë hakmarrje me të cilën Allahu xhallahu tha e kam ditë se një ditë do të merr hak, se ka qenë shumë e pafajshme. Dhe tha unë sot e marr dënimin, po mbysin i cili është real, tha kërkon një atë të vërtetin, se nuk e di kush e ka mbytur këtë grua, e mu parat pastaj gjykatësi si vendos për mbytjen e tij dhe kjo ekzekutohet, por kjo na jep mësim të thellë e të fortë të vëllezër, që të dim se shikoje se epshi deri ku e çon njeriu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an i thirri të gjithë besimtarët që të kenë kujdesin e mos të shkojnë hapave të shejtanit, e mos të ndjekin epshin e tyre, se me të vërtetë se egoja dhe pasioni, nëse besimtari është ai i cili e ka besimin e tij, e ka frenin e besimit të tij dhe frikën e Allahut, ai me të vërtetë do të ndalet dhe do të pengohet nga shumë gjëra të liga dhe të irrituara. Po nuk ke nga ata të cilët ai ka frikë Allahun xhelel xhelalu, nëse shkon pas dëshirës tonë dhe epshit tonë, ka me të futur në atë më të ligën dhe më të keqen dhe më të irrituar. Nuk ndalesh deri ku, dhe ky është shejtani ai i cili të fut në mëkatin më të keq, e pastaj imagjinatën e asaj forme ta lën në kokën tonë dhe vazhdimisht, që ta kujtojsh ato vazhdimisht, atë mëkat vazhdimisht, nuk të lën të rahatshëm pastaj, ose deri të shtin të bësh shumë mëkate tjera e të duket pastaj ajo shumë e thjeshtë. Për atë Allahu xhelel xhelalu vëllezër në tërhoq vërejtje në Kur'an duke thonë: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Mos e ndjek epshin tënd e të largon nga rruga e Allahut xhelel xhelalu. Për arsye se ato janë hapa të shejtanit, që shejtani ngadal të merr e të çon te ajo e cila është më e rrezikshme dhe më e çoroditura dhe më e liga. Për atë Allahu xhelel xhelalu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan." O ju që keni besuar, mos hecni hapave të shejtanit. "Wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar." Kush i ndjek hapat e shejtanit, që ai ti përgatit, pak këtu, pak atje, pak epshi, pak dëshira,
ka me të quar, tha Allahu xhel xhelalu, në atë më të ligën, të cilët ti futesh në ato turpsina dhe në ato vepra të këqija të liga. Lusim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na ruan nga çdo vepër e ligë dhe e keq. Lusim Allahu xhel xhelalu që Allahu të na mbjell besimin e fortë në zemrën tonë, frikën e Allahut xhel xhelalu, që na mos të pasojmë hapat e armikut ton. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.